Hetimet shumëta tregojnë se pasagerët u shoqëruan përmes pikës kufitare Karam Shalem dhe u transferuan në aeroportin Ramon të Izraelit pa asnjë vulë në pasaporta. Në mënyrë burokratike, kjo është zhduk identitetin e tyre ligjor, pa provë daljeje e drejta e tyre për t'u kthyer zhduket. Politikisht, sinjalizon një zhvendosje të ftohtë nga rrethimi në zhdukje, vazhdimi i pastrimit etnik me mjete administrative. Organizata humanitare pas këtyre fluturimeve e quan veten Al-Majd Europe. Në faqen e saj, grupi përshkruhet si një organizatë humanitare e themeluar në vitin 2010 në Gjermani dhe specializuar në ndihmë dhe shpëtim për komunitetet muslimane në zona konflikti. Paraqitja e tij është e ngopur me gjuhë fetare. Rrënjët tona burojnë nga vlera dhe trashëgimia islame dhe silia jonë ndodhet në Jerusalem. Duke projektuar imazhin e shpëtimit dhe duke ofruar shërbime evakuimi për banorët e Gazës. Gazetari investigativ nga Associated Press dhe Al Jazeera kanë zbuluar një mjegullnaj digjitale, një domain i regjistruar jashtë vendit, pagesa me kriptovaluta, fotografi të stafit krijuara me inteligjencë artificiale dhe asnjë seri të verifikuar. Familjet në Gaza raportohet se kanë paguar mijëra dollar për siguruar udhëtimin, vetëm që organizata të zhdukjes apo fluturimi të adhëronte. A është kjo forma më e re e kontrabandës, jo drejt, por larg atë dheut? Ajo që maskohet si shpëtim, kështu bëhet bashkëpunim.